Çështje martese nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Muhamedi e kishte kaluar tashmë vitin e 20 dhe si rrjedh të koha, ai merrte më tepër ftesa për të bashkuar një të afërmi në udhëtimet jashtë. Më në fund erdhi dita kur ati u kërkua të kujdesej për mallrat e një tregtari që nuk mund të udhëtonte vetë, dhe suksesi i tij në këtë rol çoi në të tjera detyra të ngjashme. Kështu ai arriti të fitonte jetesë më të mirë dhe martesa u bë mundësi reale. Xhaxhai dhe kujdestari i tij Ebu Talibi aso kohe kishte 3 djemë. I madhi Talibi ishte thuajse moshatari i Muhamedit. Akili ishte 13 ose 14 vjeç, ndërsa Xhaferi 4. Muhamedi donte fëmijët dhe pëlqente të luante me ta. Ai u bë veçanërisht i lidhur me Xhaferin, që ishte fëmijë i bukur e inteligjent dhe i përgjigjej dashurisë së kushëririt me një devocion që do të dilte i përhershëm. Ebu Talibi kishte edhe bija, njëra nga të cilat ishte në moshë martese. Emri i saj ishte Fahite, por më vonë u quajt Hani, siç njihet prore. Midis saj dhe Muhamedit kishte lindur një afeksion dhe ai kërkoi Xhaxhait nëse do ta lejonte të martohej me të. Por Ebu Talibi kishte planet e tjera për të bijen. Hubeira, djali i dajes së tij, nga klani Mazum, i kishte kërkuar po ashtu dorën e Hanis. Dhe ai ishte jo vetëm njeri me një farë burumi, por ashtu si Ebu Talibi poet i dhuntisur. Për më tepër, fuqia e Mazumëve në Mekë ishte në rritje aq sa ishte në venitja e Hashimit, dhe pikërisht me Hubeirën i martoi Ebu Talibi Hanin. Kur nipi e çurtoi butësisht, ai thjesht u përgjigj: "Ata na kanë dhënë të bijat e tyre për martesë", duke u referuar së ëndës. "Dhe bujari du ta kthej bujarinë." Përgjigja ishte jo bindëse, përderisa Abdul Mutalibi tashmë ja kishte shlyer ku e ku borxhin në fjalë, duke martuar 2 prej bijave të tij, Atiken e Baran me burra Mazum. Muhamedi padyshim i mori fjalët e Xhaxhait si një zëvendësues i njerëzishëm e i sjellshëm. Andaj, të thënit haptas, se nuk ishte ende në pozitë për të martuar. Kjo gjithsesi ishte ajo që ai vendosi për vete, por rrethanat e papritura do ta shtynin të nderonte mendje. Një nga tregtarët më të pasur të Mekës ishte një grua, Hatixha, e bija e Huveilit të klanit Esed. Ajo ishte kushërier e parë me Varakain, e Kishter dhe motrën e tij Kutelën, dhe si ata ishte kushërier e largët të bijeve të Hashimit. Ajo ishte martuar 2 herë më parë, dhe që me vdekjen e burrit të dytë e kishte zakon të pajtonte njerëz për të treguar në emër të saj. Tani Muhamedi ishte njohur anë kënd Mekës si Elm Emin, i besueshmi, besniku i ndeshmi, fillimisht në sajt të fjalëve të atyre që ja kishin besuar mallin në raste të ndryshme. Edhe Hatixha kishte dëgjuar shumë çka të mirë rreth tij nga burimet e familjes, dhe një ditë i dërgoi fjalë duke kërkuar të çonte ca mallra të saj në Siri. Pagesa e tij do të ishte 2 fishë i saj, që ajo i kishte paguar ndonjë Kureshi. Gjithashtu, ajo i ofroi për udhëtim shërbimet e një djaloshi të saj të quajtur Meisara. Ai e pranoi propozimin dhe i shoqëruar nga djaloshi u nis me mallrat e saj për në veri. Kur mbërriti Bosrë në jug të Sirisë, Muhamedi u strehua në hijen e një peme, jo larg nga qela e një murgu të quajtur Nestor. Me që ndalesat e udhëtarëve mbeteshin shpesh të pandryshuara, mund të kishte qenë po ajo pemë në të cilën ishte strehuar një 15 vjet më parë rrugës përmes Bosrës me Xhaxhain. Dofta Behira kishte vdekur e ishte zëvendësuar nga Nestori. Sido që të ishte,
dim vetëm çka ka raportuar Maisaraj. Murgu doli nga qela dhe pyeti djaloshin: "Kush është ai burr nën pemë?" "Është një kurejsh", tha Maisaraj, duke shtuar shpjegimin prej atyre që kanë kujdestarinë e haremit. "Askush përveç të dërguarit nuk është ulur në atë pemë", tha Nestori. Te ku futën më thellë në Siri, fjalët e Nestorit i dhun vend në shpirtit të Maisarit. Por nuk e habitën gjithaq, sepse ai ishte vëdisuar gjatë tërë udhëtimit se ishte në shoqërinë e një njeriu të ndryshëm nga kushdo që kishte takuar ndonjëherë. Kjo konfirmua edhe më tej nga diçka që ai e pa rrugës për në shtëpi. Ai kishte vërejtur shpesh se vapa ishte çuditërisht jo munduese, dhe një ditë, aty nga dreka, atij u dha mundësia të shikonte dy engjëj që mbronin muhabetin nga rrezet e diellit. Për të mbërritur në Mekë, ata shkuan te shtëpia e Hatixhes me madrat që kishin blerë në pazaret të Sirisë për çmimin e asaj që kishin shitur. Hatixha ul dhe dëgjonte Muhamedin tek i përshkruante rrugën dhe i tregonte dhe veprimet e bëra. Këto dolën shumë fitimprurëse, sepse ajo mund t'i shiste madhe të sapo marruna, thuajse për 2 fishin e asaj që kishte paguar për to. Por konsideratat e tilla ishin largmenç për të, sepse tërë vëmendja ishte përqendruar te folësi. Muhamedi ishte 25 vjeç. Ai ishte trup mesëm, i prirë nga hollësia, me kokë të madhe, shpatula të gjera, dhe pjesën tjetër të trupit në përpjesëtim të përkryer. Flokët dhe mjekrat e tij ishin të dendura e të zeza, jo krejt të drejta, por paksa të dredhura. Flokët i mbërrinin në mesin ndërmjet bulave të veshëve e shpatullave, kurse mjekra ishte me gjatësi përkuese. Ai kishte një gjerësi fisnike balli dhe vezaket e syve të tij të mëdhenj ishin të gjera, me çopike jashtëzakonisht të gjatë e vetulla të shpeshta, paksa të përkulura por jo të bashkuara. Në shumicën e përshkrimeve të hershme, thuhet se syt i kishin të zinj, por sipas 1 apo 2 prej tyre ishin të murme, apo të murme e lehtë. Hunda e tij ishte si një shqiponje, ndërsa goja e gjerë dhe e mirë trajtësuar. Një ishmëri për herë dallueshme, pasi edhe mbante mjekër, ai nuk i linte kur qimet e mustaqeve t'i kalonin mbi buzën e sipërme. Lëkurën e kishte të bardhë, por të rreshkur nga dielli. Krahas bukurisë natyrore, ai kishte edhe një dritë në fytyrë, por ajo që kishte shkëlqyer nga ai, por të biri ishte më e fuqishme. Dhe kjo dritë ishte veçanërisht e dukshme në ballin e tij të gjerë, si edhe në sytë jashtëzakonisht të shëndritshëm. Hatixha dinte se ishte ende bukur, por edhe 15 vjet më e madhe. A do të ishte ai prapë se prapë i gatshëm të martohej me të? Safa i u largua, ajo u këshillua me një shoqe të saj të quajtur Nufejsa, e cila i ofroi ta kontaktonte në emër të saj, dhe nëse ishte mundur të ujdiste engjujt një martesë me tyre. Maisaraj shkoi tani te zonja e tij dhe i tregoi për 2 engjëjt dhe atë që kishte thënë Murgu. Me që rast, ajo shkoi te kushëriri i saj Varaka dhe ja përsëriti këto gjëra. Në qoftë të vërtet Hatixhe, tha ai, atëherë profeti i popullit ton është Muhamedi. E kam ditur me kohë se pritet një profet dhe koha e tij tashmë ka ardhur. Ndërkaq, Nufejsa erdhi te Muhamedi dhe pyeti pse nuk martohej. Nuk i kam mjetet për martesë, u gjegj ai. Po sikur të t'jepshin, pyeti ajo, dhe të takonte një lidhje ku ka bukuri e pasuri dhe fiksnikëri e bollek, a do pranoje? Kush është ajo? Tha ai. Hatixha, tha Nufejsa. E si mund të jetë një martesë e tillë e imja? Tha ai.
Lërma mua, u gjegja ai. Sa për mua, tha ai, jam I gatshëm. Nufesa u kthye me këto habere te Hatixha, e cila atëherë I çoi fjalë Muhamedit, duke kërkuar që të shkonte tek ajo, dhe kur ai erdhi, ajo tha: O djali xhaxhait tim, të dua për fare fisnin me mua, dhe sepse je gjithmonë në qendër, pa anuar kurrë mes njerëzve për këtë apo atë, dhe të dua për besnikërinë dhe bukurinë e karakterit tënd dhe të fjalës tënde. Pastaj ajo ju afrua në martesë, dhe ata u pajtuan që ai të fliste me xhaxhallarët e tij, ndërsa ajo do të fliste me xhaxhain e saj Amirin, të birin e Esedit, sepse babai I saj Huveiliti kishte vdekur. Me gjithë rinin e tij, ishte Hamzai ai që Hashimit dërguan për t'i përfaqësuar me këtë rast. Padyshim, sepse ai ishte më I lidhuri ndër ta me klanin e Esedit, pasi e motra plot Safia, që martuar së fundmi me vëllain e Hatixhës, Avamin. Kështu, Hamzai shkoi me nipin e tij tek Amri dhe I kërkoi dorën e Hatixhës dhe e pajtua që Muhamedi t'i jepte 20 deve si dhunti.